Unë kam disa ide në një ide timen që mendoj që më në një javë ditë dhe dite, po nuk do të shka një mujtë ditë, që duhet edhe një kohë bukur të gjatë, me mujtë me kriju një qeveri të shpresës, po edhe cila çdo qeveri e cila do të vjen pas këtyne zgjedhje ose me këto zgjedhje, nuk ka me arrit me funksionu ashtu që duhet edhe ashtu që e kërkon shteti që e kërkojnë ligjet. E them këtë për shkak të asaj se jenë të demoralizuar të gjitha sporet e jetës. Është demoralizuar për shembull administrata shtetërore, është demoralizuar për shembull policia, është demoralizuar për shembull ministritë apo ndërmarrjet e mëdha, janë të demoralizuar profesorët, janë të demoralizuar shëntarët. Dhe asnjëri për shembull peshohem shumë bukur dhe shumë mirë që nuk ngriten edhe nuk ulen për me bisedu ose me kriju diçka për me realizu një qëllim. Po kush ka në këtë situatë në të cilën jemi? Kush ka në dorë diçka që mund të bëjnë ndonjë ndryshim? Unë kam disa ide në një ide timen që mendoj që më në një javë ditë dhe dite, po nuk do të shka një mujtë ditë si pas asaj që do të mundohem edhe për thrasë edhe avokatin Smakiqi, po dhe gjithë avokat e tjerë, do të thrasë edhe intelektuale, dhe më thonë, e nivellit lartë të institucione më të larta të universitetit, akademisë, të arteve pastaj, Institutit Ekonomisë, Institutit Historisë, Institutit Juridike Kretë, të ulem në një trezë grumullak, trezë e cila do të debatojmë edhe mendoj që kemi me arrit një qëllim caktuar edhe në fund me pru një vendim ose një rezume e cila do të jetë obligative për gjithë. Nga shfrytëzoj rastin nga ky emision këtu, që të gjithë ata që ja dojnë të mirë në Kosovë, që kanë njohuri, që kanë forë, që kanë guxim, që kanë moral, të na bashkan gjitën mrena këtyne 10 dite, 2 javë ma shumëti, që normal duhet pak edhe pregaditje, ftesë thirrje për me një temë caktuar, ai temë do të jetë temë bashkë zgjidhja edhe formimi I organet të shtetit dhe formimi I Parlamentit të Kosovës. Kjo iniciativë të cilën po e përmenit që mund ta realizonim, thani që do të gjej zgjidhje, do të sjellë zgjidhje për ngërçin politik? Po nëse nuk gjejmë zgjidhje në kuptimin e saj për ngërçin politik, gjejmë zgjidhje tek qytetarët, sepse do të jemi ata që do ta emërojmë fajtorin dhe shkaktarin kryesor të problemit të cilit kanë ardhur. Çfarë zgjidhje do të gjeni tek qytetarët? Te qytetarët do t'ju informojmë konkretisht edhe drejt për drejt që fajtori kryesor është kush? Kryeministri për shembull, që ka qenë deri sot, ose është vetëvendosja, që realisht është, sepse vendosja me dashur mi zgjidh sot, për sa mundet mi zgjidh, për 2 ditë mundet me zgjidh problemin, edhe ai problem është shumë I lehtë. Shembull për marrë ka, nuk është me veç një Albolena Haxhiu, po kemi edhe shumë deputet në kuadër të vetëvendosjes që kanë edhe përvojë, që janë djemë të mirë, që janë burra të mirë, po që mundin me e dhonë mendimin edhe me udhëheq një kuvend.